Si ka mundësi më vëlla? A? E keni dëgjuar deputetin që ankohet për çmimet e larta? Dëgjojeni pak. Është çmenduri. Mund të bësh pazar ditën. Veçanërisht Nisimur 5 është çmenduri. 1100-1200 lekë domate. 1100 lekë kastravec. 6500 lekë qershia. Skefaj. 6000 lekë fiku. 2000 lekë nektarina. Dhe kështu më radhë. 3000 lekë gizele dhe nuk vazhdojnë bien për qenë zotë. Tani pyetja është, kujt po janë kosh? Kujt po ja thu domethënë se populli i di këto, Erion. Populli di shumë mirë, populli është anku 100 herë, 100 milion herë për këtë punë. Ti je deputet tash 100 vjet, nuk është se ke zgjedhë gjë. Je në parti në pushtet, edhe mund të thush dy fjalë, mund t'i thush në parlament, mund t'i thush në parti, mund t'i thush atyre që të kanë dhënë dorën për të bërë deputet. Pra, nëse ti e thu kështu, okay, mirë që e thu, po deri diku duket hipokrizi. Sepse ne të tjerët kemi vite e vite që ja themi këtë, që çmimet rriten dhe xhepi shqiptarëve nuk i mban dot. Tani, e thu ti që ke diçka në dorë të bësh, nuk e di si ta marrim këtë.